Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas një muaji agjërimi, lutje dhe adhurimi, besimtarët musliman në qytetin e Beratit kanë kremtuar sot Fitr Bajrami, një festë që simbolizon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe mirënjohjen për mundin dhe sakrificat e bëra gjatë kësaj periudhe. Dhe mëshirë. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. Dhe më pas ishi prej atyre të cilët këshilluan njëri tjetrin me durim dhe u këshilluan për të bërë mëshirë me njëri tjetrin. Mund të kuptojmë shumë mirë se ajo që dhanë, ajo ka mbetur. Dhe ajo që mbajtëm, për te do të pyetemi. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Çka mbetet në duar tuaja shteron dhe tretet. Dhe çka u dha për hir të Allahut të madhëruar, ajo do të mbetet. Në këtë muaj kuptojmë se bashkë mund të ndërtojmë shumë gjëra, sepse jemi një trup i vetëm, jemi një ummet i vetëm, jemi musliman. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Dhe se ky ummet dhe kjo bashkësi në adhurim është një e vetme dhe unë jam Allahu Zotu juaj, ndaj më adhuroni pa gjumë të drobitur, me shpresë që i mëshirshmi, dhuruesi, bujari do të na jap atë që i lypëm për net me radhë. O Rabbukel Ghafuru dhur rahme, dhe Zoti ju dhe Zoti jot është falës dhe mëshirues. Shumë vetë dhanë pa u ndjerë, duke pasur synim vetëm kënaqësinë e Zotit të tyre. Kaluam nga një mirësi Allahut tek tjetra, ndaj falenderojmë dhuruesin që na solli deri këtu. Wala in shakartum la azidannakum. Dhe në qoftë se do të falenderoni, unë, thot Allahu, do t'ja ushtoj. Dhe në qoftë se jeni mos mirënjohës, dënimi im është i dhimbshëm. Dhe ja sot, pas një furnizimi me devocion nga agjërimi, kthehemi në natyrën e jo agjërimit, për të parë pjesën e devocionit pa agjërim. Një tjetër sprovë, e cila duhet kaluar ashtu sikur se kaluam në agjërim. Pas ndërtimit të një mali se vapes dhe shprese, presim nga vetja se çdo të bëhet me ne dhe çdo të bëjmë ne vetë pas ti muaj të begat. A jemi ne ata të njëjtë që agjëruam? A jemi ne ata të njëjtët që kaluam këtë shkollë një mujore, këtë sakrificë dhe durim një mujor? Allahu i madhëruar thot në surën Toba: Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dhe thuaj, punoni, veproni vepra, se Allahu ka për t'i parë ato, edhe i dërguar juaj, edhe besimtarët do t'i shikojnë veprat tuaja. Dhe më pas do të ktheheni tek Zoti të fshehtës dhe asaj që duket, dhe do t'ju njoftoj për ato vepra që ju bënit. Ruani të nderuar besimtarë, ruajini veprat tuaja që kryhet në Ramazan, dhe mos i prishni, as rënoni, pasi u lodhët për to me pagjumësi dhe sakrifica, me dhenje, me shpenzim. Vjen dikush tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon një këshill, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e këshillon dhe i thot: Qul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj, besova në Allah dhe përmbaju fesë si duhet. Ndaj ajo që na kërkohet është adhurimi Allahut të madhëruar njësoj si në Ramazan, duke reflektuar
dhe mbajtur mend pasojat e Ramazanit që duhet të na shoqërojnë edhe pas tij. Ndaj morali i besimtarit, adhurimet e tij duhet të jenë të njëjta. Duhet të kuptojmë se Ramazani na ka gdhendur, na ka pjekur, na ka ngritur një shkallë më lartë. Nusë Allahun e madhëruar të na shtoj besimin, të na jap durimin, të na jap vigjilencën që mos të shkatrojnë veprat tona pasi ngritëm ato, të na shtoj dijen, dashurinë ndaj tij, ndaj besimtarëve, ndaj hallexhinëve, ndaj atyre të cilët kanë nevojë qoftë edhe për një buzëqeshje dhe një fjalë të mbarë. Zoti ynë mos na lë pas dore për shkak të mëkateve tona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Të nderuar besimtar, pas një fjalimi, Ftinia e Beratit ka organizuar këtë takim Bajrami, duke e pasuar të fjalë me namazin e Bajramit. Dhe pas namazit të Bajramit, prej sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam është dëgjimi i fjalës së imamit i cili ka falur Bajramin. Ndaj zbatojeni këtë sunet dhe mos u shpërndani. Allahu na dhën begati në familjet tona. Allahu na dhën begati në veprat tona. Zoti na dhën mëshirë, sukses dhe mirësi kudo që të jemi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Kremtimi i kësaj dite të shenjtë nisi herët në mëngjes në orën 6:10 me faljen e namazit të Fitr Bajramit. Me mira besimtarë morën pjesë duke u bashkuar në pedonalin kryesor të qytetit të Beratit për të kryer ritet e faljes, duke u lutur për më shumë paqe, mbarësi dhe begati për veten, familjet e tyre dhe për gjithë botën. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله Rritet e faljes u udhëhoqën nga muftiu i qytetit të Beratit Bilbil Talla, I cili gjatë faljes së tij theksoi rëndësinë e përkushtimit dhe sakrificës që besimtarët bën gjatë muajit të Ramazanit. Ai e shprehu falënderimin për besimtarët duke inkurajuar ata që të vazhdojnë të jetojnë me virtyte dhe të mos harrojnë shpërblimin e madh që ata kanë arritur gjatë agjërimit dhe lutjeve të këtij muaji të shenjtë. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, të nderuar të pranishëm, përfundoi muaji I mirësisë dhe bujarisë, muaji I agjërimit, namazit dhe Kuranit, muaji I begative dhe bamirësisë. Ja ku po japim lavdëmirën dhe ai u largua nga ne, ndërkohë që ne I depozituam veprat tona në ta dhe nuk e dim a do të arrijmë përsëri apo jo. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Të nderuar besimtar, dje agjëruat dhe u falët natën. I agjëruat ditët e Ramazanit me durim dhe u falët netët e tij me përgjërim, duke pritur shpërblimin nga Zoti juaj bujar. Përgëzoni sot në këtë ditë që shpërndahen trofet dhe jepet shpërblimi për të gjithë ata që duruan dhe sakrifikuan. O ju që dhatë zekatin e fitrit me besim dhe kënaqësi për nevojtarët dhe fukarejnë, merrni shpërblimin nga Zoti duke ju falur gjunat tuaja, duke u pranuar veprat tuaja dhe duke u falëndëruar për veprat tuaja. E ditën e Kiametit do t'ju thuhet: o ju agjërues, hyni në xhenet nga porta e Rejanit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, dijeni se i pari obligimi është lësimi i Allahut të lartësuar me të gjitha llojet e adhurimit, dhe se çdo gjë ja dedikojmë atij. Lutjet, shpresën, mbështetjen, strehimin, dëshirat, kurbanet dhe çdo adhurim tjetër. Njësimi i Allahut është origjina e besimit mbi të cilin ngrihen të gjitha veprat e Islamit. O ju besimtarë, faleni namazin dhe tregoni të kujdesshëm ndaj tij, duke falur në kohën e vet, sepse namazi është më e madhja shtyllë e fesë pas dëshmisë. Ai që është i kujdesshëm ndaj namazit, namazi do të jetë dritë, argument dhe shpëtim ditën e Kiametit për të. Kujdesi ndaj namazit tregon për besimin e njeriu, dhe se njeriu më së pari për namazet do të pyetet ditën e Kiametit. O ju besimtarë, tregoni të kujdesshëm dhe jepeni zakatin e pasurisë tuaj, duke pastruar vetët tuaja, sepse Allah ju ka dhënë shumë dhe veç pak kërkon prej jush. O besimtarë, vazhdoni të silleni me butësi dhe të bëni bamirësi. Plotësoni dhe shlyeni kontratat që vendosni mes vete. Mbani premtimet, urdhroni për vepra të mira dhe ndaloni nga të këqijat. Tregoni të kujdesshëm dhe bëni vepra të mira. Lehtësoni të pikëlluarit dhe ata që janë në vështirësi. Ndihmojini atë që i është bërë pa drejtësi. Orientojini zullumqtarin dhe këshillojini njerëzit për të bërë vepra të mira. Profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: veprat e mira të mbrojnë nga e keqja, bamirësia fshet, e shuan zemërimin e Zotit dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore të shton jetën. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahi alhamd. Të nderuar besimtar, shfaqjen e gëzimin në këtë ditë të begatën dhe madhështore. Kjo është festa e muslimanëve. Festat nuk janë caktuar në Islam vetëm për të treguar gëzim dhe kënaqësi, për të larguar pikëllimin, për të nxjerrë në pa ritualet e Islamit dhe për të falënderuar Zotin madhëruar për mirësitë që na ka dhënë. Në këtë ditë bajrami, mbani lidhjet farefisnore, vizitoni të afërmit tuaj, ndjeni gëzimin e bajramit edhe tek fëmijët tuaj, përkrahni të dobtit tuaj, ndihmoni të varfrit tuaj dhe rregulloni gjendjet tuaj që gëzimi i festës të hyjë në çdo shtëpi dhe të mbush çdo zemër. Harrojni inatet tuaja dhe nxitoni të kontaktoni me të afërmit tuaj. Kërkojni falje atyre dhe pranoni justifikimet e tyre në këtë ditë feste. Sepse nuk ka vend për mëri dhe urrejtje. Vallë, a nuk doni që t'ju falë Allahu? Allahu është falës e mëshirëplot. O besimtarë, përpiquni sot dhe në çdo kohë që të ruani qetësinë dhe dinjitetin, të ulni shikimin, të ruani të lirësinë dhe gjuhën tuaj, të qëndroni larg punëve të këqija dhe fitimeve të ndaluara. Ekspozoni veten tuaj ndaj çdo arsye që të ndihmon të bindesh Allahut dhe të fitosh kënaqësinë e Tij. O ju prindër, ju këshilloj të rrisni fëmijët tuaj me edukat. Ju këshilloj të rrisni fëmijët tuaj me edukat të shëndosh dhe të këshilloni ata, të jeni modeli më i mirë për ta. Mbikëqyrni dhe këshillojni ata. Mësojni dhe përsoseni moralin e tyre.
Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala thot, asgjë nuk i prish fëmijët më shumë se pakujdesia dhe neglizhenca e prindërve. Kush edukon fëmijën e tij në vogli, do të jetë i kënaqur në të kur ai të rritet. Atë që vepron do të gjesh, dhe atë që do të mbjellësh, do të korrësh. O ju bashkëshort, keni frikë Zotin në lidhje me bashkëshortet tuaja. Ju e keni marrë ato amanet tek Allahu, prandaj silluni mirë me to. Ashtu siç ju keni të drejta mbi gratë tuaja, edhe ato kanë të drejta mbi ju. Prandaj ruajini këto të drejta me qëllim që të ruhet familja. O ju nena dhe gra besimtare, o ju që agjëruat dhe u falët, ju ishit që me mundin tuaj edhe pse agjëronit, e përgatisni iftarin dhe syfyrin me dashuri dhe përkushtim. Dijeni se e keni shpërblimin atyre që a keni qelur agjërimin, sepse profeti Allahut ka thënë, kush ja qel agjëruesit e ka shpërblimin sikur ai që ka agjëruar, pa ja paksuar shpërblimin atij. Allahu është shpërbleft mundin tuaj dhe xhenetin e bëft dhe ndbanimin tuaj. Binduni Allahut dhe të dërguarit e tij. Respektoni bashkëshortët tuaj, edukoni fëmijët tuaj, ruani të lirësinë tuaj, zbukurohuni me moralin e Kuranit, me traditën e profetit dhe të nënave të besimtarëve, me qëllim që të fitoni kënaqësinë e Allahut në dunja dhe në ahiret. Profeti Allahut ka thënë, nëse gruaja i fal 5 namazet janë obliguar, e agjeron Ramazanin, e ruan të lirësinë dhe i bindet bashkëshortit e saj, do t'i thuat ditë të kiametit, hyrë në xhenet nga cila portë të duash. O besimtarë dhe besimtare, ruajini vendosmërinë dhe mirësinë që keni pasur në Ramazan, namazin, agjërimin, sadakan dhe çdo vepër të mirë që keni bërë. Mos i neglizhoni dhe 6 ditët e muajit Sheval, që të arrini shpërblimin e premtuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush agjeron Ramazanin dhe pason atë me 6 ditë nga Shevali, e ka shpërblimin sikur e ka agjëruar gjithë vitin. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, Allahu na pranoft agjërimin, namazet dhe gjithë veprat tona të mira, na dhën një mbyllje të mirë dhe na dhën ne dhe juve nga mirësitë e kësaj feste. Na ruajt Allah nga vështirësitë e ditës së Kiametit dhe na bashkoft të gjithëve me profetin dhe me të devotshmit. O Zot, na bëj për atyre që janë të pranuar dhe të suksesshëm në këtë ditë feste, dhe na kthej tek ne dhe tek muslimanët me mirësi, me besim, me paqë dhe islam. Allahu na pranoft veprat e mira, Allahu na pranoft agjërimin, namazet dhe gjithçka që ne kemi bërë për Allahun e lartësuar. O Zoti ynë, lehtësoj muslimanët që janë në vështirësi, lehtësoj anksin e të pikëlluarve, shlyej borxhet nga borxhlinjt, shëroj të smurët kudo që janë. Allahun e lut, na i pranoj veprat tona dhe së fundi ju uroj nga zemra në emrin tim personal dhe në emër të Muftisë Berat, nga më të gëzuar Fitër Bajramin. Allahu na sjell gëzim në zemrat tona, në familjet tona, në qytetin ton, në vendin ton dhe tek mbar njerëzimi. Allahu na dhën paqë, mirësi, begati në këtë ditë dhe në të gjitha ditët që vijnë më pas. Allahu ne lutim, na e pranoj veprat tona të mira dhe të bëj njerëz më të mirë, të kemi dalë me gjuna të falura nga ky muaj dhe Allahu ne lut, na bëj nga ata njerëz cilët kur e dëgjojnë fjalën e mirë e ndjekin dhe pason atë dhe një herë nga më të gëzuar Fitër Bajrami. Fitër Bajrami si çdo vit ka sjell një atmosferë të ngrohtë dhe festë mes komunitetit musliman në Berat, duke i bashkuar ata në lutje dhe gëzim, duke forcuar më tej lidhjet shpirtërore dhe sociale mes njerëzve të qytetit.